edhe drejta ndërkombëtare, të më thonë, për te asaj duhet të kemi edhe aspektin njerëzor që ta kuptojmë dhe ta tregojmë respektin maksimal ndaj tyre, por duhet të kuptojmë se në dialog nuk duhet ketë, jo nuk duhet ketë, po dialogu nuk nënkupton ndonjë garë me tregu palës tjetër se unë e kam pak ma shumë drejtë se ti. Por është mbytje respekti. Thonja emblematike e fishtës madh që thotë ne kemi Bajram me Pashkë, por Shqiptarin apo kombën e kemi bashkë, është kjo që është një vizion kombëtar, domethënë që nuk preken ato respektohen dy besimet që janë tashmë me shekuj në popullin tonë që gjallojnë, pa hita është në historinë ato analiza, por domethënë është e rëndësishme që ta kuptojmë çka është raporti ndërfetar. Domethënë raporti ndërfetar nuk është një përpjekje për ta binë njëri tjetër se është në gabim apo unë jam drejt, por është domethënë vullneti i mirë për ta kuptuar dhe për ta respektuar njëri tjetrin dhe në fakt dialogun ne spaku nga ana jonë e kuptojmë që na ndihmon me një mënyrë të pastrumit, fesnikrumit dhe të bekatumit, me një mënyrë që duke ruajtur secili domethënë bindjen e vet, besimin e vet, dialogu nuk ka synim apo bashkëjetesa, nuk ka synim që të imponoj dikujt diçka, por ta gjejmë rrugën dhe vullnetin e mirë për ta dashur, për ta respektuar secilin bindjet e secilit. Ktu patjetër, ose e këta më herët se për fat keq që kuptohet se janë dy probleme mjaft serioze në shoqërinë tonë, sidomos kohën e fundit. Është një manipulimet që bën emën të fejes, pretendimet që ne të vëmë në vendin e Zotit për të